Specialistët për hetimin e narkotikëve në Vlorë referuan materialet në prokurori dhe nisi procedimi penal për shtetasin VK 26 vjeç, banues në Vlorë, pasi gjatë kontrolli fizik, shërbimet e policisë i gjetën dhe i sekuestruan një sasi lëndësh narkotike kanabisativa. Specialistët për hetimin e krimeve në policinë e Vlorës referuan materialet në prokurori pasi në datën 4 mars 2025, shtetasi SB, 27 vjeç, banues në Turqi, duke punuar me makineritë e shtrimit të pistës së aeroportit në fshatin Akërni, dyshohet se ka humbur ekuilibrin dhe përpasoj është dëmtuar lehtë. Specialistët për hetimin e krimeve në policinë e Imarës referuan materialet në prokurori dhe nisi procedimi penal për shtetasin GD 33 vjeç, banues në Bosh, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim shtetasi JR, duke deklaruar se ky shtetas e ka goditur me grusht duke i shkaktuar dëmtime. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.